në këtë çështje. Dhe është çfarë është, kjo kanë qenë përplasjet, tensionet që kemi parë ditën e djeshme në fakt në seancën në Kuvend, dhe siç ju premtuam dhe në kryet herës, do ta diskutojmë me një pjesëtar të Kuvendit, me zotin Belind Këlliçi. Mirëmëngjes, mirë. Faleminderit për ftesën si gjithmonë kënaqësi. Gjithashtu. Ditën e djeshme në fakt, ju keni vendosur që të hyni në një mënyrë goxha simbolike në Kuvend, me pankarta në përduar, me slogane që tashmë janë bërë shumë të famshme, Rama jepet dorëheqjen, keni kërkuar gjithashtu që të bëhet kjo pjesë e rendit të ditës, edhe pse mazhoranca si për herë ka zgjedhur që ta injorojë, të mbyll syt edhe ndaj revoltës qytetarëve, dhe ndaj mbështetjes suaj ndaj tyre, edhe ndaj dëshmive dhe provave të pafundme që për herë i vendosti në prit përballë tyre. Më ka bërë përshtypje në fakt një moment shumë simbolik që do doja komentin tuaj. Ishte zoti Blendi Klosi, i cili u përpoq që të griste një pankart të vendosur në xham. Të vendosur në xham, e cila se ajo do të shpëtoi qoftë Ballukun nga fati i saj, qoftë Ramën nga fati i tij. E vërtet, nuk e di nëse mund ta ndjekim në fakt, të ndjekim të pamje të përpjekjes së zotit Klosi për të hequr këtë pankart ku shkruaj Rama në burg, Belinda në burg. Jemi duke ndjekur, dhe ndërkohë pak për humor, ishte një ngjitje shumë i fortë apo është një farë auguri simbolik? Janë duart e Klosit që dridhen, që me sa duket nuk ja del dot, edhe kaq detyrë që i ka ngarkuar ta bëjë deri në fund. Po është krejt qesharake, e ke parasysh edhe kjo tentativë e Klosit, duke llogaritur që është edhe numri 2 aktualisht i Partisë Socialiste, në letra sa aty dysh nuk ka, fillon nga 200 mbrapa, por është krejt qesharake dhe tregon se sa aut janë në raport me sa jashtë realiteti janë, në raport me ato që po ndodhin, me situatat, me mllefin që njerëzit kanë, me ngarkesën që qytetarët kanë, dhe me ato që ndodhet në sallën e parlamentit. Tani ditën e djeshme ka qenë seanca e 4 që nga dita që kanë nisur protestat. Pra janë 19 ditë që protestohet në mes të Tiranës, janë me qindra e mira qytetarë që kanë dalë në protesta, dhe në parlament të vjen Niko Pelleshi dhe sillet sikur gjithçka është normale. Diskutojmë, kemi një ndryshim të vogël kodi rrugor, kemi këtë ligjin për këto nën produkte shazore, kemi diçka tjetër të veçantë. Flisni ju 1 minutë për këtë punë e protestës, po kalojmë, nuk merrem me gjëra të vogla. Kur ndërkohë gjithë Shqipëria zjen nga protesta e të rinjve dhe e qytetarëve para kryeministrisë, dhe që nuk ka sot më lidhje vetëm me projektin në Zvërnez. Pra e ka tejkaluar historinë e zonave të mbrojtura dhe faktit që PD-ja prej vitesh kërkon në rezonancë të plotë dhe me këto 4 kërkesa që kanë protestuesit që të mos ndërtohet më në zonat mbrojtura. Mos harroni që është Edi Rama, që vetëm në 2 vitet e fundit ka dhënë rreth 5.8 milion metër katror truall në Bregdet publik për ndërtim, është Edi Rama që ka dhënë me qindra miliona metra katror tokë publike për ndërtim, dhe ja ka grabitur këto pasuri publike qytetarëve shqiptar, por është PD-ja nga ana tjetër dhe opozita në parlament që bën detyrën e saj dhe do të bëjë real politik. Çfarë do të thotë? Prej 19 ditësh skena politike ka ndryshuar tashmë. Ka një realitet që nuk e mohon dot askush. Protesta e parë, pra seanca e parë parlamentare ka qenë datë 1 qershor, kur ka qenë dita e dytë e protestës. Ne kemi kërkuar, unë personalisht kam nxjerr dokumenta në lidhje me Zvërnecin, me Palasën, me Karaburunin, kam ngritur disa pyetje drejtuar kryeministrit dhe ministrave, por nuk merr asnjëherë përgjigje. Në datë 4 qershor ka qenë seanca e dytë parlamentare, ku të gjithë deputetët kemi kërkuar të flasim për këtë çështje dhe na është pamundsuar, sigurisht kemi përdorur në maksimum hapësirat tona. Në datë 11 ka qenë seanca tjetër dhe dje në datë 18 ka qenë seanca e 4 që ne pengohemi për të ngritur zërin për atë çka çdo qytetar shqiptar, dhe jo vetëm, këtu të jemi shumë të vërtet. Kjo është një protestë që është unike dhe nga raporti i shqiptarëve në përbot që kanë dalë në protestë. Pra ti ke gjithë kryeqendrat europiane dhe botërore, ke Romën, ke Berlinin, ke Frankfurtin, ke Parisin, por ndërkohë ke Washingtonin, ke New Yorkun, ke Toronton, ke qendrat më të mëdha metropolet e botës kudo ku ka shqiptar, i ke edhe në Norvegji, që si kisha parë kur në Suedi, në Zvicër e kudo që çohen, protestojnë dhe në një koherencë të plot me gjithë qytetarët që dalin këtu në shesh, kërkojnë largimin e qeverisë, dorëheqjen e Edi Ramës. Kështu që kjo që po ndodh
është diçka e paprecedent 36 vite, le të themi pluralizëm, edhe fundi tranzicionit që ka ardhur në Shqipëri, por nga ana tjetër të sillesh në parlament sikur gjithçka është normale, këtë vetëm një mendje e smur se Edi Ramës dhe mashave tim mundet ta bëj. Shtohet këtu dhe me sjelljen që ka patur djegë CNN-i, se unë tani po e ndiqja. Këtë mund ta ndjekim sërish në fakt. Tregon sinqerisht gjendje në cilën ai është. Domethënë atij duket gazetari e mirë kur ka përballë Kol Ballon apo Carlo Bolinon. Në këtë nivel e ka ABC Newsin apo Report TV-n. Këto janë media serioze, këto janë media të mëdha, nuk është CNN-i, nuk mund të jetë një media e madhe amerikane, sepse i bëjnë në fakt jo duar trokit e kryeministrit, po i bëjnë pyetje të vështira. Dhe i përmendet origjina, bullizohen. Ky mund të jetë bullizuesi më i madh që ka parë politika shqiptare, ballkanike, europiane. Ju ftoj të gjithë ata që më nuk e duan PD-n, më kanë kritika për opozitën gjitha, të hynë dhe të gjejnë një politikan, një kryeministër si Edi Rama, një njeri që fyen gratë, që fyen të rinjt, që fyen qytetarët e tij, bullizon, është seksist, ka një gjuhë te përçarse, përjashtuese, arrogante, dhe vijon të sillet sikur ky është pasha i këtij vendi, ky është pronari i këtij vendi, dhe harron që në fakt ky është një njeri që me të vërtetë ja ka vjedhur votat qytetarëve shqiptar, por që ky është aty për të shërbyer qytetarëve shqiptar në atë karrige që ka, jo për ta përdorur si një promë private, që në fakt me të gjithë rekordin e tij e ka treguar, qoftë me udhëtimet personale me avion privat, qoftë kur ikën për të parë shfaqjet më të shtrenjta në botë, qoftë kur ikën për të parë ndeshje basketbolli që bën $22,000 një bilet për të ulur, qoftë kur hap galeri personale të padeklaruara në Rom, në Tokyo, në Shangaj e kudo në botë, ky individ shtetin shqiptar e përdor për interesa personale dhe e ka grabitur si as edhe një politikan në historinë e këtij vendi, jo vetëm to 36 vite. Një kuriozitet vogël në fakt me që jemi këtu. Pse nuk ka ndodhur që të realizojë një ekspozitë në Shqipëri për shembull? Po sepse e njohin gjithë kush është, e din gjithë kush është Edi Rama dhe kanë të qartë që ky është një piktor i dështuar, një njerëz që derisa u bë kryeministër vetëm për piktor nuk e ka llogaritur njeri në Shqipëri, një njerëz që ka dështuar edhe si sportist, sepse pretendon që ka qenë dhe basketbollist, dhe një njerëz i cili ka qenë tërësisht i dështuar në aspektin e tij profesional apo në jetën e tij personale etj. Kështu që ky individ nuk i mashtron dot qytetarët shqiptarë dhe ka filluar mashtron kudo nëpër botë dhe ka një batut bajate tashmë për më shumë se 10 vitesh që ky është piktori më i mirë mes kryeministrave. A thotë se ky është problemi që kanë kryeministrat apo vetëm një piktor kanë? Vetëm një piktor kemi njohur ndër liderët historik, domethënë, që nuk mund ta përmendim në këtë moment. Megjithatë më bëri shumë përshtypje edhe kjo pjesa e zoti Blendi Klosi, që u thatë është numri 2 tashmë i Partisë Socialiste. Po, nëse ndjekim video numër 1, regjia ju lutem, ndoshta dyshojmë për... Edhe pak audio një lutem? Ta dëgjojmë për... Shko, unë jam Bariu, në kuptimin në kryetari grupit është Bariu, dhe të lutem, të mbaroj? I pas kanë qesh edhe gazetarët në ftyrë, domethënë, nuk e kanë bajt dot me Bariun. Është e pashmangshme, është bërë në fakt objekt shumë diskutimesh kohët e sotme, po një koment se ai është Bari sipas ti i patronazhistëve, i Ramës që e mbron më shumë se sa veten e vet apo i grupeve kriminale. Respekt maksimal për Bariun, si absolutisht. Funksion edhe për Barinte dhe gjithë ata Barin në Shqipëri që nuk mundet i bëj pis Taulant Balla me këtë qëndrim të tij. Taulant Balla thjesht është një vegël banale e Edi Ramës. Është një turp edhe për Partinë Socialiste. Është një njerëz që është zëdhënës i krimit organizuar, i bandave kriminale më të rrezikshme në vend. Dhe ditën e djeshme, ky pseudo Bari ka shënuar një rekord tjetër në historinë e politikës shqiptare, ku për herë të parë ka marrë në mbrojtje një grup kriminal kundër një deputete grua të vetën. Nuk po themi as të opozitës, po të vetën. Pra, sido që tjetë historia e Mariana Koçekut, për cilën as nuk e njoh fare, vetëm një herë kam pa në parlament të flas, as nuk kam as një marrëdhënie personale me të që të mund të thua që mundet t'i dalin krah etj. Por boll fakti që është një deputete, një vajzë e re, që ka qenë edhe para një muaji, unë e kam përmendur ditën e djeshme, ka qenë edhe në trajnim edhe në Departament Amerikan të Shtetit, e përcaktuar vetë nga këta, nga Bariu i këtyre ideleve,
që janë aty, për ta dërguar. Ajo del dhe thot kam një shqetësim, kam një kërcënim dhe kërcënon një nga grupet, pra merr kurajon dhe vet, kërcënon një nga grupet më të rrezikshme kriminale në vend dhe të mos dali një deputet i PS-s me krye këtë bariun. Kjo është e vërtetë, me thënë se. Ore, hajde ta sqarojmë, ore çfarë ka ndodhur? Ore, mase ka një problem, ore, çfarë shqetësimi ka kjo deputetja? Këtë vetëm Taulan Balla mund ta bëjë që të bëhet zëdhënës i grupeve kriminale zyrtarisht edhe kundër partisë tij politike. Ajo që ka ndodhur dje është një thirrje për çdo socialist ta dinë në momentin që mund të jenë në konflikte me persona apo faktor apo struktura nga më të ndryshmet, Partia Socialiste do të marrë anën e krimit organizuar, se në fakt është parti e krimit. Është një parti 85 vjeçare, është një parti e cila ka ardhur nga krimi, është një parti që ka gjakosur qytetarët shqiptar, i ka vrarë, pushkatuar dhe internuar për 50 vite me radhë, dhe në këto 35 vite që thjesht ka ndruar emrin, kjo partia, vijon të godas interesin e çdo qytetari në mënyrë të përditshme, vijon t'i vjedh, t'i grabis dhe më saktë vijon të kriminalizojë jetën publike dhe politike në Shqipëri. Është kjo forcë politike që në vitin 2013 për herë të parë futi në parlament njerëz me rekorde kriminale, vrasës, përdhunues në grup, njerëz që janë dënuar për vjedhje vilash, njerëz me rekordet më të rënda kriminale, është kjo forcë politike me në krye Edi Ramën, pra me njeriun që donte ta rilinte Partinë Socialiste, që na shfaqi këtë model. Se në fakt, në atë parti, sigurisht që mund të gjesh edhe njerëz me karakter, me dignitet, njerëz ndershëm, etj. Por, ajo çka i ka bërë bariu Edi Ramës me Edi Ramën, kësaj force politike, është e paprecedent. Që të marrësh në mbrojtje Bajrat para deputetes tënde, kjo ishte e padigjuar, kjo nuk ka ndodhur kurrë. Dhe është ky individ që është i akuzuar publikisht për marrëdhëniet e tij me Suel Çelën, për marrëdhëniet e tij me grupet kriminale në çdo cep të vendit, me troplinët, me Bajrat e kudo ku janë, është ky individ që i ka përdorur bandat në funksion të vjedhjes votave dhe është ky individ që pa ju dridhur qerpiku dhe jep deklarata kundër deputetes tij. Kushdo qoftë ajo, nuk më intereson fare. Minimumi është një ligjvënëse, minimumi policia e shtetit duhet i kishte marrë një deklaratë. Minimumi duhet një qëndrim publik, ore çfarë po ndodh? Mund të jetë ajo gabim, po hajde ta verifikojnë. Pra do duhet bërë transparencë, sigurisht ta transparencën nuk e bëjnë. Është një pikë e dobët e të gjithë qeverisë. Megjithatë unë nuk mund të rri dot pa të pyetur edhe për si mendoni ju në fakt për këtë situatën me deputete Mariana Koçeku. Është komentuar, ne na kanë ardhur shumë mesazhe për skenarë të ndryshëm ditën e sotme, po nisur dhe nga deklarata e djeshme ku tregonte se kishte ishara i shumë për situatën e Thetit, më shumë se sa kur i kishte ndruar jeti ati, por vetëm një vit më parë ne kemi parë një tjetër deklarat për saj në periudhën kur ishte pjesë e Partisë Socialiste, sepse tani i bie nuk është më, është shpallur vetë, ka shpallur pavarësinë. Ka shpallur pavarësinë. Është duke mbrojtur veten, është po thot vërtetën apo Ai reagimi i djeshëm, tash se nuk dua, ajo masë mund të jetë në një situatë ngarkuar dhe nuk dua unë personalisht ta ngarkoj më shumë, por ishte patetik. Që të thuash që kam qenë më shumë për banorët e Thetit që i ke marrë publikisht në mbrojtje para një viti, se tash këto nuk duhet harrohen rekordet publike. Prandaj një politikan kur jep deklarata publike duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse ka një memorie publike, ka një historik, ka media shoqërzotit dhe njerëzit duhet jenë koherent. Kur i ke dalë në krah të paktën mos flit. Kur i ke dalë në krah shtetit, kur i shkoi me fadroma dhe u shkatroi jetën dhe biznesin bashkëqytetarëve tu në zonën tënde elektorale dhe nuk belbëzove një fjalë, nuk nxorre një fjalë nga goja, përkundrazi mbrojtje dhunën, arrogancën dhe prepotencën e shtetit. Dhe që të vish një vit më pas dhe të japësh këto lloj deklaratash thellësisht patetike, nuk është mirë. Po kjo është çështja saj, nuk ndërhyn këtë pjesë. Ajo që mua më bën përshtypje është që për herë të parë kemi një deputete, një vajzë të re, një grua të re, e cila jep një deklaratë kaq të fortë publike që është kërcënuar nga një grup kriminal që e din të gjithë që ata në fakt janë shtabi elektoral i Edi Ramës në Shkodër dhe nuk ka asnjë reagim shtetëror. Dhe nuk ka vetëm një deklaratë nga policia e shtetit për të larë gojen, dhe në fakt nuk ka asnjë deklaratë nga kabineti qeveritar, nuk ka nga kryeministri, nuk ka nga ministri i brendshëm, nuk ka nga bariu i deleve të PS-s që është Taulan Balla, sepse i vetë dje i ka me deklaratën e tij i ka vetë shpallur delet, gjithë deputetët e PS-s, siç në fakt janë, nuk e se ka thënë një gjë tjetër. Dhe është domethënë për tu habitur
standardin që ne po pranojmë si shoqëri, si klasë politike. Jemi në pikën që, domethënë, kërcënohet hapur, shkruan një deputete hapur që jam kërcënuar, dhe këtu është bërë gjithçka normale. Trajtohet sikur është normale, kur nuk është kjo normale. Kur nuk është ky normaliteti dhe nuk është normaliteti jo në një vend që aspiron bëhet vendi i Bashkimit Evropian. Po as në Afrikë nuk i gjen këto historira. Prandaj duhet ishim shkëputur me dekada prej këtyre historive. Në Partinë Demokratike më vjen mirë, nuk keni dëgjuar kurrë dhe nuk do dëgjoni kurrë rastet ngjashme apo raste të tilla, sepse është një parti e lirë me njerëz të lirë që nuk ka kurrë fare lidhje me krimin e organizuar, me struktura kriminale etj. Por kjo që ka ndodhur është për të vënë duart në kokë. Dhe fakti që ka një heshtje dhe mbulohet me një heshtje të tillë i bën automatikisht me faj dhe është një akt akuzë për këta që janë sot në qeveri, për bariun e deleve dhe për, sepse ai është kreu i grupit parlamentar, duhet t'i japi sqarime ai në detaje për opinionin publik dhe për kryeministrin që dje u detyrua nga Belinda Balluku, dhe kjo duhet thënë, se ju e keni parë që dje ka qenë një seancë jo e zakonshme, është hyrë 4 herë seanca, një herë me 5 minuta, një herë me 15 minuta, një herë me 1 orë dhe një herë me 2 orë, derisa të vinte Edi Rama nga jashtë, sepse Belinda Balluku preferonte të mos linte kafen që po pinte ditën e djeshme, apo palestrën që bënte, për të ardhur në parlament për të votuar dhe detyroi Edi Ramën për ta sjellë për të bërë 84 votat për amnistin penale, për shkak se duhen shumica e cilësuar. Çfarë do të thotë kjo? T'ja sqarojmë qytetarëve. Duke qenë se Rama ka vjedhur dhe ka 83 mandate sot në parlament, shto këtu 3 mandatet e Tom Doshit. Këto janë ligje që kalojnë me 84 vota dhe duke llogaritur 86 vota në total që ka dhe duke hequr votën e Mariana Koçekut, zbret në 85, duke hequr votën e Belinda Ballukut që nuk i vjen më në parlament, shkon 84, dhe duke zbritur faktin që votën e Ramës për shkak se ai ishte jashtë Shqipërisë, vijonte deri në orët e vona të pasdites të ishte jashtë Shqipërisë, shkonte në 83. Dhe u desh që të shtyej 4 herë seanca e djeshme, të inskenohej një procedurë e re ku ne na hiqej fjala nga Niko Peleshi, ku Niko Peleshi tashmë është kthyer në një zëdhënës të Taulant Ballës, i cili e drejton seancën e kuvendit vetëm me mesazhet që çon Taulant Balla personalisht, dhe ditën e djeshme u shpik një procedurë e re ku ne na hiqej fjala sa herë kërkonin fjalën dhe na thoi do ua rijap fjalën pasi të flas, dhe këtu dua të ndalem Ferit Hoxha për të folur për konferencën e 8 ndërqeveritare për sa i përket procesit të integrimit, dhe gjatë gjithë kohës shpike një procedurë derisa ne e kuptuam për të blerë kohë për të ardhur Edi Rama, pse se nuk i vinte Belinda Balluku nga lokali ku ishte. Kështu që thënë këtë, dita e djeshme ka qenë një mesazh i qartë se kush është kush dhe kush kontrollon kë. Është Balluku që kontrollon dhe ka marrë peng Ramën, ajo që ne kemi kohë që e themi dhe kemi thënë publikisht, dhe ka qenë dhe një risi tjetër ditën e djeshme, një shans i humbur për Elisa Spiropalin, për këtë pseudo opozitaren apo dhe për Erion Braçën. Po mbi gjitha rrim ke Elisa Spiropali, për këtë pseudo opozitaren, për këtë që ngre zërin, që është shqetësuar për Partinë Socialiste, që ka shqetësime të thella për demokratizimin e Partisë Socialiste, për hapësirat që po i ngushtohen deputetëve etj. Mos e jepte votën dje. Mos e bashkonte dje dhe e rrëzonte për herë të parë mazhorancën, dhe do ishte një rast shumë i mirë për treguar se në anën e kujt është. Por opozitarizmi i pilotuar nuk mund të ecë më në këtë vend. Opozita e opozitës nuk mund të ecë më në këtë vend. Kështu që ajo që ndodhi dje ishte një skenar i shëmtuar që na nxori në pak këto dy risi. Nga ana tjetër, dua të ndalem ke një ndodhi. Ke fjala që nuk u mbajt nga ana e ministrit jashtëm, dhe ke fakti që prej tashmë disa ditësh na vijnë të dhëna për një shantazh të vazhdueshëm ndaj protestuesve, ndaj familjarëve të tyre, nga patronazhistët dhe nga banditët digjital, pra që janë të fshehur pas tasjerave me profile anonime që shkruan, që kërcënojnë, që intimidojnë protestuesit, që i shkruajnë për bizneset që kanë, unë i kam bërë dhe publike, që i thonë po vazhdove të komentosh, madje skandali ka qenë që i shkruanin një gruaje biznesmene, i shkruanin që ne të dim ku jeton, ne të dim ku banon, ne e dim çfarë biznesi ke, po ti nuk mund të kritikosh kryeministrin në faqen e Vanity Fair. Pra ti nuk mund të shkruash as në Instagram kritik, as pyetje as ofendim, po kritik. Nuk e shkruan se ne të vinë dhe të vendosim gjop ke biznesi. Kulmin e ka arritur në fakt në këtë nivel Ferit Hoxha, i cili bazuar në dhënat që na vinë nga Ministria e Jashtme, nga punonjësit e asaj ministrie, personalisht në fillim të kësaj jave,
personalisht ai ka kërcënuar ekipin e Ministrisë Jashtme, duke i thënë që kam porosi nga i madhi, që nëse ju, rrethi juaj familjar, motër, vëlla, prindër, afërm, kushurit pare, tjera, apo fëmijët tuaj dalin në protest, më mirë mos hajdeni fare të nesërme në punë, sepse jeni të shkarkuar. Dhe që të arrijë Ministria e Jashtme të kthehet në një celul partie, të kthehet në një organizat Parti Socialiste, këtë nuk e kishte bërë as edhe një ministër më përpara. Kemi patur në kritika shumë për ministrat e mëparshëm të jashtëm, kemi patur kritika për ministrat tjerë, por që të arrinte një ministër i jashtëm në këtë nivel, kjo ishte e padigjuar. Dhe kur kjo ka ndodhur në Ministrinë e Jashtme, imagjinoni që ndodh në institucionet e tjera, që ndodh në përbashki, në institucionet shtetërore, në ministritë të tjera, në agjensi shtetërore, në drejtorira të tjera, pra është një presion dhe një terror që i ushtrohet të gjithë atyre që janë në administratë publike për të mos marrë pjesë në protestë dhe për t'u larguar nga kjo protestë. Në fakt po bëjnë të kundërtën, po prodhojnë një efekt bumerang, sepse ajo protest vetëm jo që nuk shuhet, po vjen shtohet, janë më të vendosur qytetarët dhe kanë njoftuar, në mos gaboj, dhe në datë 20, pra ditën e nesërme, kanë njoftuar një protest kombëtare, por dhe me pjesëmarrjen e diasporës, ku ka shumë të dhëna publike që qytetarët ndryshëm, shqiptarët ndryshëm, kryesisht nga Anglia, Italia, Greqia, Gjermania, janë nisur drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në protestën e ditës nesërme. Ka ndodhur fakt edhe të shtunën e kaluar diçka e tillë, sa vjen e po rritet, ju domethënë e shihni vazhdimsinë e protestës me domosdoshmëri për vendin, Partia Demokratike e mbështet plotësisht, përpos të gjithë pikpyetjeve të mëdha që mund të shtrohen për shkak të një grupi të një nukle shumë të vogël që i bëjnë opozitës dhe që janë të pilotuar dhe që janë aty thjesht për të krijuar diversion, përçarje, duke lëshuar parrulla kundër Partisë Demokratike dhe kundër opozitës, shkojnë aty me një mision caktuar, në masën 99% atyre protestuesve, ata kanë dalë për një kaos të drejtë, ne rezonojmë plotësisht dhe mbështesim plotësisht 5 pikat e tyre. Keni dëgjuar vetë zotin Berisha dhe ditën e djeshme në parlament që sa herë merrte fjalën, fliste për mbështetje ndaj protestës, për mbështetje për 5 pikat e protestuesve, ku ka një ndarje. Pra pika e parë që është dorëheqja e kryeministrit është një kërkesë thellësisht politike që ne kemi 13 vite në opozitë që e kërkojmë. Dhe ndërkohë 4 pikat e tjera për trashëgiminë kulturore, paketa maleve, për zonat e mbrojtura dhe për ligji për investitorë strategjik, janë në fakt betejat Partisë Demokratike për cilat ne jemi krenar. Janë betejat tona. I kemi çuar dhe në gjykatë kushtetuese, kemi ngritur zërin, janë me qindra konferenca për shtyp, deklarata publike, debate në parlament, kërkesa për interpelancë që ne i kemi bërë që kanë të bëjnë me këto 4 pika që kanë protestuesit, që do të ishte e pamundur që mos i mbronte Partia Demokratike, sepse në fakt ato janë betejat tona për cilat jemi krenar, publike më të mëdha. Dhe për këtë arsye ne mbështesim plotësisht 100% protestën rinore qytetare që është në shesh, me një qëndrim që nuk e keni parë asnjëherë deri më sot, pa u bërë pjesë fare e protagonizmit, pa marrë leadership proteste, duke shkuar gjithë si qytetar, duke marrë pjesë aty. Dhe duke lënë qytetarëve. 13 vitesh. Po. Zoti Kliçi, shumë faleminderit që ishit sot. Faleminderit ju. Do të shihemi sërish. Me kënaqësi. Ndërkohë ne do ndiqim një insert për një temë pakës delikate që lidhet me terapitë hormonale që pritet të ofrohen në QSUT. Rikthehemi pas pak. Një shërbim mjekësor